Përplasja për tarifat amerikane thellohet. Presidenca i quan skandalos qëndrimin e Muratit, a i kërkon debat larg medjave. Presidentja Vjosa Osmani i kërkoi qeverisë së Kosovës që të pezulloj tarifat e importit për të gjitha produktet nga SBA-t. Ajo theksoi se ky hap do të forcojë marrëdhëniet ekonomike me SBA-n dhe do të dërgojë një mesazh të fuqishëm për angazhimin e Kosovës në një partneritet më të ngushtë me këtë aleat strategjik. E Osmani shprehu bindjen se ky veprim do të krijojë mundësi të reja për vende pune, shkëmbim teknologjik dhe rritje ekonomike të qëndrueshme, duke e cilësuar këtë si një objektiv të politikës së jashtme të Kosovës. E për këtë kërkesë reagoi ministri i Financave Hekuran Murati, i cili theksoi se këto çështje duhen trajtuar larg medjave dhe se çdo vendim i tillë duhet të merret nga ekzekutivi. Ai e përmendi gjithashtu gatishmërinë që për një marrëveshje për tregti të lirë me SBA-n, duke theksuar se ky është një hap i rëndësishëm për të rritur marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare. E nga ana tjetër, këshilltarët e presidentës Bekim Kupina dhe Donika Kadaj reaguan ndaj kritikave të Muratit, duke cilësuar atë si të parespektueshëm dhe duke theksuar se udhëheqja e shtetit është një angazhim 24 në 7. Për më shumë informacion, qëndroni në telegrafi.com.